Është eventi më i rëndësishëm që ne po organizojmë, ngjarja më e madhe deri në kohët e sotshme. Është një sfidë për ne si organizator, sepse Kupa Europiane e klubeve që do të mbahet në datat 30 shtator deri në 8 tetor, është ngjarja më e rëndësishme europiane në SHA, e cila në vetvete përmbledh klubet përfaqësuese të Europës, të vendeve të ndryshme të Europës, dhe në përbërjen e tyre janë lojtarët më të mirë të botës, mund të themi pa frikë se janë gati 40 lojtarët më të mirë të botës. Të tashmë të regjistruar edhe pjesëmarrës në këtë garë. Mes tyre kemi dhe kampionin në fuqi, në mos gaboj? Po, Magnus Carlsen, kampioni i botës, i rikonfirmuar gjithashtu muajin e kaluar, do të jetë pjesëmarrës në këtë kampionat. Sigurisht që sfida është e madhe, përgjegjësia është e madhe, por gjithashtu edhe motivimi ynë është i madh dhe po përpiqemi të marrim gjithë masat e duhura për një organizim sa më cilësor dhe për të krijuar kushtet e duhura për eventin, edhe veçanërisht për garën, por gjithashtu edhe për pjesëmarrësit, për t'i bërë ata të interesuar edhe sa më komod në këtë pjesëmarrje. Organizimi besoj është një nga sfidat, siç e përmendët dhe ju, nuk është e lehtë, besoj të menaxhosh rreth 800 apo më shumë pjesëmarrës që do të jenë në Durrës për rreth më shumë se një javë. Sigurisht që pjesëmarrja është e madhe, tashmë e konfirmuar rreth 850 pjesëmarrës, duke përfshirë gjithashtu edhe grupet e punës, sepse eventi do të jetë i transmetuar live, një pjesë e madhe, 100 ndeshje do të jenë të transmetuara live, do të ndiqen nga shumë spektatorë në gjithë botën, sepse SHA-u tashmë është një nga sportet më të ndjekura online. Komentatorët do të jenë gjatë gjithë ditëve të këtij eventi, do të transmetojnë live, do të komentojnë ndeshjet më të bukura, por gjithashtu do të sjellin edhe pjesët më të rëndësishme të asaj që do të ndodhi gjatë këtyre garave. Është pjesëmarrje e madhe, po marrim masat që gjithçka të shkojë mbar. Faleminderit dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit ju.